Në Korçë po shfaqet gjithnjë më shqetësues fenomeni të moshuarve që jetojnë vetëm dhe humbin jetën në vetmi, pa u vënë re për ditë të tëra. Vetëm gjatë 6 muajve të fundit janë regjistruar 8 raste të tilla, duke rikthyer në vëmendje problematikën e izolimit social dhe mungesës së kujdesit për moshën e tretë. Punonjësit social dhe organizatat që veprojnë në terren shprehen se numri të moshuarve që jetojnë vetëm është në rritje, kryesisht si pasojë e migracionit dhe mungesës së familjarëve pranë tyre. Aktualisht, rreth 200 të moshuar trajtohen në qendra ditore, ndërsa 300 të tjerë ndiqen përmes vizitave dhe kontakteve të vazhdueshme nga punonjësit social. Ndërkohë, në bashkëpunim me zyrën e punës dhe institucionet vendore, kujdestar të posaçëm ofrojnë shërbime të përditshme për rreth 40 të moshuar, duke i ndihmuar me ushqimin, ilaçet dhe nevojat bazë. 200 të moshuar trajtohen në qendra ditore nga kujdestarët që ndodhen aty dhe nga ne punonjësit social, ndërkohë që dhe vizitat në familje janë në një numër 300 të moshuar, dhe më pas disa zonja të cilat kujdesen për 40 të moshuara. Këto raste po kanë kujdes të përditshëm, ndërkohë që raste 300 të moshuar që kemi ne si punonjës social, janë raste që merren në telefonat, bëhen vizita të shpeshta, por jo ditë për ditë. Janë shumë të moshuar dhe ato gra përsëri janë shumë pak për të kujdesur për të gjithë të moshuarit, por përsëri kemi të mbuluar një pjesë të konsiderueshme të moshuarve. Ka raste nga më të ndryshme në fakt, po emigracioni është ajo masivja, domethënë. Ndërkohë ka dhe raste në fakt që janë të vetmuar në pjesën që nuk kanë fare familjar, nuk kanë krijuar familje. Ajo trokitja në derë tek ata është shumë e rëndësishme sepse askush nuk ju hyn në banesë dhe kjo është kontakti vetëm që ata kanë. Sipas Bakallit, shumë të moshuar përballen çdo ditë me vështirësi ekonomike, probleme shëndetësore dhe mungesë të theksuar kontakti njerëzor. Vizitat në banesë, telefonatat dhe kujdesi i përditshëm konsiderohen jetike jo vetëm për mirëqenien fizike, por edhe për gjendjen emocionale dhe psikologjike të tyre. Na bën të reflektojmë dhe ne si shoqëri, por edhe si familja. Mendoj se mbështetja dhe prania e familjarëve për ta është shumë e rëndësishme. Ajo çka ne bëjmë kjo është që ta të ndihen vlerësuar e të mos lihen vetëm. Rastet e fundit në Korçë janë një thirrje alarmi për më shumë vëmendje institucionale, mbështetje komunitare dhe angazhim familjar, në mënyrë që të moshuarit të mos përballen të vetëm me vitet e fundit jetës së tyre.